Pas një pritje të ngarkuar me emocione dhe lutje nga besimtarët anë mban botës, tymi i bardhë u ngrit nga oxhaku i kapelës Sistine në orën 18:09 të pasdites. Së 8 maj 2025, duke sinjalizuar zyrtarisht zgjedhjen e papës së ri. Konklava e mbledhur në Vatikan, pas vdekjes së Papa Franceskut më 21 prill, përfundoi pas 4 raundeve votimi me një konsensus të qartë mes 133 kardinalëve votues. Ceremonia kulmoi me daljen e kardinalit protodiakon në balkonin qendror të Bazilikës së Shën Pjetrit, i cili lajmëroi botën me fjalët historike Habemus Papam, kemi një papë. Pas këtij momenti solemn, Papa i sapo zgjedhur doli për herë të parë para turmës së mbledhur në sheshin e Shën Pjetrit për të dhënë bekimin tradicional Urbi et Orbi. Emri i papës së ri, i cili do të jetë pasardhësi i 267 i Shën Pjetrit, është pritur me kureshtje dhe vëmendje të madhe. Ai pritet të japë drejtimin shpirtëror të Kishës Katolike në një periudhë sfiduese, ku temat e reformës, drejtësisë sociale dhe përfshirjes universale mbeten thelbësore. Kjo ngjarje historike nuk është vetëm një moment fetar, por edhe një akt i rëndësishëm me ndikim global në marrëdhënien ndërfetare, në diplomacinë ndërkombëtare dhe në rolin që Kisha do të luajë në sfidat moderne të njerëzimit. Ndërkohë, reagimet kanë qenë të menjëhershme edhe nga Shqipëria dhe rajoni. Kryepeshkopi i Dioqezës së Tiranë-Durrësit uroi papën e ri, duke shprehur bindjen se ai do të sjellë frymë të re bashkimi dhe shprese për mbar botën katolike. Mesazhe urimi kanë ardhur edhe nga lider të tjerë fetar në Kosovë, Maltëzi dhe Maqedoninë e Veriut, të cilët theksuan rëndësinë e vazhdimit të dialogut ndërfetar dhe forcimit të paqes në Ballkan. Lajmi është pritur me entuziazëm nga komuniteti katolik shqiptar, veçanërisht në Shkodër, Lezhë dhe Malësi të Madhe, ku janë zhvilluar mesha falënderimi dhe lutje për udhëheqësin e ri të Selisë së Shenjtë.